Data 8 mars. Eksodi, kapitulli 19. Ditën e parë të muajit të tretë nga dalja prej vendit të Egjiptit, po atë ditë bijtë e Izraelit arritën në shkretëtirën e Sinait. Të nisur nga Refidimi, ata arritën në shkretëtirën e Sinait dhe fushuan aty. Izraeli e ngriti kampin e tij përballë malit. Pastaj Mojsiu u ngjit drejt Perëndis, dhe Zoti i thirri nga mali duke i thënë: "Kështu do t'i thuash shtëpisë së Jakobit, dhe këtë do t'u njoftosh bijve të Izraelit. Ju e pat ata që u bëra egjiptasve dhe si ju solla mbi krah shqiponje pranë meje. Prandaj në qoftë se do ta dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beslidhjen time, do të jeni thesari im i veçantë ndërmjet tërë popujve, sepse gjithë toka është e imja. Dhe do të jeni për mua një mbretëri priftërinç dhe një komb i shenjtë. Këto janë fjalët që do të thuash bijve të Izraelit." Atëherë Mojsiu dërgoi e thirri pleqt e popullit dhe u tha tërë këto fjalë që Zoti kishte urdhëruar të thoshte. Dhe tërë populli u përgjigj bashkë dhe tha: "Ne do të bëjmë gjithçka që ka thënë Zoti." Kështu Mojsiu i raportoi Zotit fjalët e popullit. Dhe Zoti i tha Mojsiut: "Ja unë do të vi tek ti në një re të dendur, me qëllim që populli të dëgjojë kur unë do të flas me ty dhe të besojë për gjithnjë." Pastaj Mojsiu i tregoi Zotit fjalët e popullit. Atëherë Zoti i tha Mojsiut: "Shko te populli, shenjtëroj atë sot dhe nesër, dhe bëj që të laj rrobat. Dhe të jenë gati për ditën e tretë, sepse ditën e tretë Zoti do të zbrezë mbi malin e Sinait para syve të tërë popullit. Ti do të përcaktosh rreth e qark kufi për popullin dhe do të thuash: Ruhuni se ngjiteni në mal ose prekni skajet e tij. Kushdo që do të prek malin do të dënohet me vdekje. Asnjë dorë nuk do ta prek, por do të vritet me gur ose do të shpohet me shigjeta. Qoftë njeri ose kafsh, nuk do të mbetet gjallë. Kur briri të dëgjohet shtruar, atëherë të ngjiten mbi mal." Kështu Mojsiu zbriti nga mali drejt popullit, shenjtëroi popullin dhe ata i lanë rrobat e tyre. Pastaj i tha popullit: "Bëhuni gati brenda 3 ditëve, mos ju afroni grave." Ditën e tretë, sa u bë mëngjes, pati bubullima dhe vetetima. Mbi mal doli një re e dendur dhe u dëgjua një zë shumë i fortë borie dhe tërë populli që ishte në kamp u drodh. Pastaj Mojsiu e nxori popullin nga kampi për ta çuar përballë Perëndis, dhe ata qëndruan në këmbët e malit. Mali i Sinait ishte tërë tym, sepse Zoti kishte zbritur mbi të në zjarr. Tymi i tij ngrihej si tymi një furre dhe tërë mali dridhej fort. Ndërsa zëri i boris po bëhej gjithnjë më i fortë, Mojsiu fliste dhe Perëndia përgjigjej me një zë gjëmues. Zoti zbriti pra mbi malin e Sinait në majt të tij. Pastaj Zoti thirri Mojsiu në majt të malit dhe Mojsiu ngjit atje. Dhe Zoti i tha Mojsiut: "Zbrit dhe paralajmëro popullin solemnisht që të mos sulet drejt Zotit për ta parë dhe kështu shumë prej tyre të gjejnë vdekjen. Edhe priftrinjt që do t'i afrohen Zotit të shenjtërohen që Zoti të mos sulet kundër tyre." Mojsiu i tha Zotit: "Populli nuk mund të ngjitet mbi malin e Sinait, sepse ti na ke urdhëruar solemnisht duke thënë: Vër kufi rreth malit dhe shenjtëroje." Por Zoti i tha: "Shko, zbrit poshtë, pastaj ngjitu ti dhe Aroni bashkë me ty, por priftrinjt dhe populli të mos sulen për të ngjitur te Zoti, që ai të mos u sulet atyre." Kështu Mojsiu zbriti te populli dhe i foli atij. Luka, kapitulli 22. Ndërkaq, po afrohej festa e të ndormeve, që quhet Pashk, dhe kryepriftrinjt dhe skribët kërkonin mënyrën se si ta vrisnin, sepse kishin frikë nga populli. Atëherë Satani hyri te Juda, i mbiquajtur Iskariot, që ishte një nga të 12-tët. Kështu ai shkoi të merret vesh me kryepriftrinjt edhe me krerët e rojës se si do ta tradhtonte, dhe u gëzuan dhe i premtuan t'i japin para. Dhe ai pranoi dhe kërkonte rastin e volitshëm për t'u dorëzuar pa qenë e pranishme turma. Por erdhi dita e të ndormeve, kur duhet therrur flijimi i Pashkës, dhe Jezusi dërgoi Pietrin dhe Gjonin duke u thënë: "Shkoni e na bëni gati Pashkën që ne të ham." Dhe ata i thanë: "Ku dëshiron ta përgatisim?" Atëherë ai u tha atyre: "Ja, kur të hyni në qytet, do t'ju dalë përpara një njeri që mban një shtamb ujë. Ndiqeni nga pas në shtëpinë ku ai do të hyjë, dhe i thoni të Zotit të shtëpisë: Mësuesi të çon fjalë, ku është salla në të cilën mund të ha Pashkën bashkë me dishepujt e mi?" Atëherë ai do t'ju tregojë një sallë të madhe të shtruar. Atje përgatisni. Ata shkuan pra dhe gjetën ashtu siç u tha ai dhe përgatitën Pashkën. Dhe kur erdhi ora, ai u ul në tryezë
dhe të 12 apostujt bashkë me të. Atëherë ai u tha atyre: Kam pasur dëshirë të madhe të ha këtë pashk bashkë me ju para se të vuaj. Sepse po ju them se nuk do të ha më nga kjo derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë. Dhe mori kupën, falenderoi dhe tha: Merreni këtë dhe ndajeni midis jush, sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardhisë derisa të vijë mbretëria e Perëndisë. Dhe mori bukë, falenderoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë: Ky është trupi im që jepet për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Po kështu pas darkës mori edhe kupën duke thënë: Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim, që derdhet për ju. Por ja, dora e atij që më tradhton është me mua mbi tryezë. Dhe vërtet që biri i njeriut shkon, siç është caktuar për atë, përmjera ai njeri me anë të cilit tradhtohet. Atëherë ata filluan të pyesin njëri tjetrin se cili prej tyre do të ishte valla ai që do ta bënte këtë. Dhe midis tyre u bë një diskutim se cili vallë nga ata duhej të konsiderohej më i madhi. Por ai u tha atyre: Mbretërit e kombeve i sundojnë ata, dhe ata që kanë pushtet mbi ta quhen bamirës. Por me ju mos qoftë kështu. Madje më i madhi ndër ju, le të jetë si më i vogli, dhe ai që drejton si ai që shërben. Sepse kush është më i madh, ai që është në tryezë apo ai që shërben? Valla s'është ai që rri në tryezë, por unë jam midis jush, por si ai që shërben. Ju jeni ata që qëndruat me mua në sprovat e mia. Dhe unë ju caktoj një mbretëri ashtu si ma ka caktuar mua Ati im, që ju të hani të pini në tryezën time, në mbretërinë time, dhe të uleni mbi frone duke gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Edhe Zoti tha: Simon, Simon, ja Satani ka kërkuar t'ju shosh ashtu si që shoshet gruri, por unë jam lutur për ty, që besimi yt të mos mpaket, dhe ti kur të kthehesh forco vëllezrit e tu. Por ai tha: Zot, unë jam gati të shkoj bashkë me ty edhe në burg edhe në vdekje. Por Jezusi i tha: Pjetër, unë të them se sot gjeli nuk do të këndojë para se ti të kesh mohuar 3 herë se më njeh. Dhe u tha atyre: Kur ju dërgova pa kulet, pa tras dhe pa sandale, valla ju mungoi gjë? Dhe ata thanë: Asgjë. U tha pra atyre: Po tani, kush ka një kulet, le ta marrë me vete. Po kështu trastën, dhe kush nuk ka, le të shesë rrobën e vet e ta blej një shpatë. Sepse unë po ju them se çfarë është shkruar duhet të plotësohet ende në mua, dhe ai është numëruar ndër keqbërësit, sepse ato gjëra që janë shkruar për mua do të kenë kryerjen e tyre. Atëherë ata thanë: Zot, ja këtu 2 shpata. Por ai u tha atyre: Është mjaft. Dhe doli dhe shkoi si zakonisht në malin e ullinjve dhe e ndiqnin edhe dishepujt e tij. Kur arriti në vend, u tha atyre: Lutuni që të mos hyni në tundim. Dhe u largua prej tyre aq sa mund të hidhet një gur dhe ra në gjunjë dhe lutej, duke thënë: O Atë, po të duash largoje këtë kupë nga unë. Megjithatë mos u bëft vullneti im, por yti. Atëherë ju shfaq një ëngjëll nga qielli për t'i dhënë forcë atij. Dhe ai duke qenë në agoni lutej dhe më fort, dhe djersa e tij po i bëhej si pika gjaku të mpiksur që bien mbi dhe. Si u qua nga lutja erdhi te dishepujt e tij, i gjeti duke fjetur nga trishtimi, dhe u tha atyre: Pse po flini? Çohuni dhe lutuni që të mos hyni në tundim. Dhe ndërsa ai ende po fliste, ja një turm dhe ai që quhej Jud, një nga të 12-tët, i printe dhe ju afrua Jezusit për ta puthur. Por Jezusi i tha: Jud, ti po e tradhton birin e njeriut me një puthje. Por ata që ishin përreth tij, duke parë çfarë do të ndodhte, i thanë: Zot, ato bie me shpatë? Dhe një nga ata i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ja preu veshin e djathtë. Por Jezusi duke u përgjigjur tha: Lëreni, deri këtu. Dhe e preku veshin e atij dhe e shëroi. Pastaj Jezusi u tha kryepriftrinjve, krerëve të rojave të tempullit dhe pleqjve që kishin ardhur kundër tij: Keni dalë kundër meje me shpata dhe me shkopi si kundër një kusari? Çdo ditë isha me ju në tempull dhe ju nuk vut duart mbi mua. Por kjo është ora juaj dhe pushteti i errësirës. Dhe si e kapën e quan dhe e futën në shtëpinë e kryepriftit. Dhe Pietri e ndiqte nga larg. Dhe kur ata ndezën një zjarr në mes të oborrit dhe ulen bashk, Pietri u ul midis tyre. Por një shërbëtore e pa ulur pranë zjarrit, ja nguli syt dhe tha: Edhe ky ishte me të. Por ai e mohoi duke thënë: O grua, nuk e njoh. Dhe pak më vonë pa një tjetër dhe tha: Edhe ti je nga ata. Por Pietri tha: O njeri, nuk jam. Mbasi kaloi rreth një orë, një tjetër nguli këmbë duke thënë: Në të vërtetë edhe ky ishte bashkë me të, sepse edhe ky është Galileas. Por Pietri tha: O njeri, s'di ç'po thua. Dhe menjëherë, ndërsa ai ende po fliste, këndoi gjeli. Dhe Zoti u kthye dhe e shikoi Pietrin. Dhe Pietrit ju kujtua fjala që i kishte thënë Zoti para se të këndoj gjeli:
ti do të më mohosh 3 herë. Atëherë Pietri doli për jashta dhe qau me hidhërim. Dhe burra që e mbanin Jezusin e përqeshtin dhe e rrihnin. Dhe mbas i ambuluan syt, i binin në fytyrë dhe e pyetin duke thënë: "Profetizo, kush është ai që të ra?" Dhe duke blasfemuar thoshin shumë gjërat e tjera kundër tij. Dhe si u bë ditë, u mblodhen pleqësia, kryepriftrin dhe skribët dhe e quan në sinedrin e tyre duke thënë: "Nëse ti je Krishti, na e thuaj." Por ai u tha atyre: "Edhe sikur t'ju a thoja, nuk do ta besonit. Edhe sikur t'ju pyesja, ju nuk do të më përgjigjeshit dhe as nuk do të më lëshonit. Tash e thutje biri i njeriu do të ulet në të djathën e fuqisë së Perëndis." Atëherë të gjithë thanë: "Je ti pra biri i Perëndis?" Dhe ai u tha atyre: "Ju thoni se un jam." Atëherë ata thanë: "Ç'nevojë kemi më për dëshmi, sepse ne vetë kemi dëgjuar nga goja e tij." Jobi, kapitulli 37. Prandaj zemra ime dridhet dhe brof jashtë vendit të saj. Dëgjoni me vëmendje shungullimin e zërit të saj, gjëmimin që del nga goja e saj. Ai lëshon vetëtimin e tij në gjithë qiellin dhe deri në skajet e tokës. Prapa tij një zë vrumbullon. Ai gjëmon me zërin e tij madhështor. Ai nuk i përmban kur dëgjohet zëri i tij. Perëndia gjëmon në mënyrë të mrekullueshme me zërin e tij dhe bën gjëra të mëdha që nuk mund t'i kuptojmë. I thot në fakt borës, bjerë mbi tokë. U thot si shirave të lehta ashtu dhe shirave të rrëbeshta. Ai ndal dorën e çdo njeriu me qëllim që të gjithë vdekatarët të mund të njohin veprat e tij. Bishat hyjnë në strukat e tyre dhe rrinë në strofkat e tyre. Nga vendet më të largta të jugut vjen stuhia dhe të ftohtit nga erat e acarta të veriut. Me frymën e Perëndis formohet akulli dhe shtrirja e ujrave tërhiqet. I ngarkon rrethët dendura me lagështirë dhe i shpërndan larg rrethët e tij dritë plota. Ato ende në qiell kudo, duke ndryshuar drejtimin në bazë të drejtimit të tij, për të kryer çfarëdo gjë që ai urdhëron mbi faqen e tokës së banuar. I dërgon o për dënim, o për tokën e tij, o për mirësi. Dëgjo këtë o Job, ndalu dhe merr parasysh mrekullitë e Perëndis. A e di ti si i drejton Perëndia dhe si bën të shkëlqejë shkrepëtime e reve të tij? A e di ti si rrin pezull rreth në ajër, mrekullitë e atij që i di të gjitha? A e di ti përse rrobat e tua janë të ngrohta kur toka pushon për shkak të erës së jugut? Vallë, a e ke shtrirë ti bashkë me të kupën qiellore duke e bërë të fortë si një pasqyrë prej metalit të shkrirë? Na moso se çfarë duhet i themi, sepse ne nuk mund të përgatisim shkakun ton për errësirën. A mund t'i thuhet vallë se unë dua të flas? Në rast se një njeri duhet të fliste, do të shkatërrohej me siguri. Edhe tani askush nuk mund ta shikojë diellin me ngulm kur shkëlqen në qiell, pas kalimit të erës që e ka bërë pare. Koha e bukur vjen nga veriu, por rreth Perëndis kemi një madhështi të hatashme. Të plot fuqishmin ne nuk mund të arrijmë. Ai është i madhërisëm për nga fuqia dhe nga ndershmëria dhe nga drejtësia. Ai nuk shtyp asnjëri. Prandaj njerëzit e kanë frikë, por ai nuk e përfill atë që e quan veten të ditur. 2 Korintasve, kapitulli 7. Duke i pasur këto premtime o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe e frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin ton në druajtjen e Perëndis. Na pranoni, ne nuk i bëm padrejtësi askujt, nuk prishëm askënd, nuk ja hodhëm askujt. Këtë nuk e them për dënim, sepse që më parë ju thash se jeni në zemrat tona për të vdekur bashk dhe për të jetuar bashk. Jam shumë i hapur me ju, e madhe është mburrja ime për ju. Jam plot me ngushëllim, jam jashtëmase i gëzuar në gjithë shtrëngimin ton. Sepse kur erdhem në Maqedoni, mishi ynë nuk pati fare prehje, por u shtrënguam në të gjitha mënyrat. Nga jashtë betej, nga brenda frikë. Por Perëndia që ngushëllon të përulurin, na ngushëlloi me ardhjen e Titit. Dhe jo vetëm me ardhjen e tij, por dhe me ngushëllimin që ai pati për jush. Ai na tregoi dëshirën tuaj të madhe, të qarët tuaj, zellin tuaj për mua, aq sa u gëzova më tepër, sepse edhe nëse ju trishtova me letrën time, nuk më vjen keq, ndonse më pati ardhur keq, sepse shoh se ajo letër edhe pse për pak kohë ju trishtoi. Tani po gëzohem, jo sepse u trishtuat, por sepse u trishtuat për pendim, sepse u trishtuat sipas Perëndis, që të mos ju bëhet juve ndonjë dëm nga ne. Sepse trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës sjell vdekje. Sepse ja sa kujdes shkaktoi te ju trishtimi sipas Perëndis, madje sa fjalë për të kërkuar ndjes, sa zemërat, sa druajtje, sa dëshirë të madhe, sa zell, sa shpagim. Me çdo mënyrë ju e treguat se jeni të pastër në këtë çështje. Edhe pse ju shkrova,
nuk e bëra as për atë që e bëri pa drejtsin, as për atë që e pësoj, por që të shfaqet të mes tuaj kujdesi ynë që kemi për ju për para Perëndis. Prandaj ne u ngushëlluam për shkak të ngushëllimit tuaj dhe u gëzuam aq më tepër për gëzimin e Titit, sepse fryma e tij u freskua nga ju të gjithë. Prandaj nëse u mburra tek ai për ndonjë gjë për ju, nuk u turpërova, por ashtu si ju kemi thënë të gjitha gjërat me vërtetësi, kështu edhe mburrja jonë te Titi doli e vërtet. Dhe ai ka një dashuri të madhe për ju, kur kujton bindjen e ju të gjithëve dhe si e pritet atë me frikë dhe me të dridhura. Gëzohem pra që në gjithçka mund të besoj në ju.